Rasulullah, e nehlaku wa fiha salihun. O dukur Allah, ti po flet për këtë shafitje, po si ka mundësi të ndodhi kjo shafiti e tokës, përpirja e tokës, përpi njerëzit, ndërkohë aty gjenden njerëz të mirë, aty ka njerëz musliman, aty ka njerëz besimtar. Ja pra që nga njëherë njeriu i mirë, apo ai që pretendon mirësin, nuk që nga penges as për vetën e tij, as penges për njerëzimin. Në kundërshtim me hoxhallarët, kjo është një fajte të cilën e kanë përmendur dietarët pikërisht në këto hadithe. Kur gjenden hoxhallarë në mesin e një umeti, kur gjenden njerëz të ditur në mesin e një umeti, ata janë të sigurt nga dënimi. Kur gjenden njerëz të ditur edhe për skaj gabimeve të tyre, i ka premtuar Allahu që do t'ia heq dënimet e mëdha, dënimet me gurzim, aqelli, shafitje toke, shkatrim në mas, nuk janë këto gjëra ku ka njerëz të ditur. Prandaj kemi thënë që mjafton prania e hoxhës në mesin e njerëzve, vetëm kur ai shman dënimin e Allahut për jush. Mos i poshtëroni ata. Kur mos e hani mishin hoxhallarëve, kur mos e hani mishin dietarëve, njerëzve të ditur, të cilët i ka përzgjedhur Allahu nga mesi juaj. Urdhërohet ti pretendon që i mirë, po do të përmysë Allahu bashkë me ata jo muslimanët. Allahu faktikisht do të dënojë jo muslimanët. Do të dënojë ata. Është dënim, siç do t'i përmendim ndoshta, nëse nuk na tek koha sot, do të përmendim në një hutbë tjetër që kjo hasfi, kjo shafitja e tokës është dënim, është një ushtri që përdor Allahu azza wa jall për jo muslimanët. Ata që kundërshtojnë Allahun azza wa jall. Po mirë, po ka dhe besimtar. Po s'ka problem. Gjithë do ta hanë. Të gjithë do të zhyten. Në kundërshtim kur ka një hoxh, në kundërshtim kur ka një prej trashëgimtarëve të pejgamberëve, kur nuk e gjen që e keqë një umet në mes të cilit ka dietar, ka njerëz të cilët i ka përzgjedhur Allahu azza wa jall për të përhapur këtë dituri. Ju pëlqen apo s'ju pëlqen ju? E doni apo s'e doni ju? Po, madje edhe nëse nuk ja pëlqeni edukatën, nëse nuk ja pëlqeni disa prej veprave, Allahu azza wa jall ka ditë këtë zgjedhje, se ndryshe do të zgjidhte ty. Ndryshe do të zgjidhte ty, se ndryshe atëherë ti i thon Allahu, po ku na zgjodhe këtë hoxh, ku na zgjodhe këtë dietar, ku na zgjodhe këtë që më vetëm për ditur. Se nuk zgjodhe mua la me burri. Ala me çuni unë i bukur, ku e zgjodhe këtë? E pa Allahu ti ka zgjedh. Allahu ti i shikon zemrat, i shikon të ardhmen, i shikon të shkuar, shikon çdo gjë Allahu azza wa jall dhe zgjedh, përzgjedh mesin e atij populli. Siç përzgjedhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mesin e shumë popujve, mesin e shumë fisëve, ashtu edhe vazhdon të zgjedhë Allahu këta hoxhallar. Nuk mundet dot Allahu azza wa jall zgjedhë gabim. Nuk mundet Allahu azza wa jall të çojë gabim një hoxh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innal ulama'a warathatul anbiya. Hoxhallarët janë trashëgimtarët e pejgamberit. Mos e hani mish, siç bëjnë sot, që jo vetëm se i kanë pirë gjakun, jo vetëm se i kanë hangur mishin, por janë duke i lëpirë dhe kockat e hoxhës. Të gjithë janë duke lëpirë. Thushti sigur po profitojnë diçka për ta rënuar hoxhën. Po e vëm dakord, e rënove të hoxhën. Kush fitoi në këtë mes? U rënuaj hoxhës, nuk po dëgohet më. Kush do ta marrë për drejtim? Kush? Do ta marrësh ti që rigjithitën mëkate? Apo ai që rigjithitën në dynja? Apo ai që rigjithitën punë? Nuk e fajsoj. Ai do ushqej familjen e vet, po nuk është për hoxh, nuk është për të dhënë mend. Po, a i jetë mëndë që është edhe të kësaj dynjaje, hoxha di ka përzjedh që
të konsultohet me ta, dikush është i ditur në çështjet e dynjas, dikush është i ditur në disa aspekte, disa drejtime etj. Hoxha di me kë konsultohet. Pra jeni të dobishëm, jeni. Po në një drejtim tjetër, mos u përzjeni me çështjet e hoxhës, mos i përzjeni hoxhallarët, ky bën apo ky s'bën. Sepse është ai që ju ruan nga zjarri i xhenemit. Ai ju tregon rrugën, edhe nëse vetë çalon, edhe nëse vetë rrëzohet ndonjëherë, përpiqet të ngrihet, rrëzohet, ngrihet. E ka ndonjëherë shejtani edhe të tjerë, pra ka dobësinë, ka ngritje, ka lëkundje dhe hoxha, se njeri është edhe ai. Por kur mos e bën ta pëlqijë hoxhën. Kur mos e zbuloni të metat të hoxhës. Kur mos e pushtoroni hoxhën sy të njerëzve. Përkundrazi kanë qenë selefët, të cilët luteshin Allahun azza wa jalla në sejdë ku duat e tyre, o Allah, ma mundso mua që kur mos shoh një gabim nga mësuesi. O Allah, kur të mos a shoh gabim, ma bën mëkat hoxhën tim. Allah, kur mos ta shoh mëkat. Luteshin mos ta shoh një mëkat, jo më pasaj të merreshin me gabimet e hoxhës. O ju duhet të dini që nëse mishi i muslimanit është i helmuar, mishi i hoxhës trashëgimtarit pejgamberit është akoma më zëherë. Imagjinoni ju të dilni armik me një prej hoxhallarëve ditë gjykimit, të dali për skaj mëkateve që ti i ke, ti e për tokë për vetë, ti nuk e di se ku të shkosh atë ditë. Atëherë do të dali jo një musliman i thjesht, nuk po flasim për muslimanët e thjesht, ne po flasim për një kategori që do t'i veçojë Allahu azza wa jalla. Ti nuk ke shanse me hoxhën, ti jesh në grup me atë. Edhe pse mëkatet kanë qenë të dyja të barabartë ndoshta. Mëkatet e tua dhe të hoxhës janë barabartë. Me po kur nuk do ta lejë Allahu atë ditë gjykimit me ty, po do të jetë një kategori vetë, një shkallë tjetër. Atëherë kur thot Allah, do të thotë Allahu dhe jo këtë mos e lejo pak se ka pak punë me mua. Ti do të ndalohesh, do të privohesh sepse ke punë me një hoxh, një njeri që të ka treguar xhenetin, një njeri që ka sakrifikuar 20 vite nga jeta e tij për të mësuar ty një fjalë. E ti jep mend hoxhës dhe i korrigjon hoxhën. 20 vite ky hoxha sikur kishte marruar mjeksi, do ishte një pedagog në Amerikë, ishte një pedagog diku, do të kishte një rrok të mirë, do ishte vesh me kollare. E kur ta kishte këtë lloj pozicioni do t'i çohesh e ngambi këtij njeriu, se ishte kirurg, ishte kurse hoxha i cili e dha mundin për hir të Allahut azza wa jalla, i tha nuk i dua këto gjëra, Allahu më dua të jem shërbim këtij ummeti. Duhet të jem shërbim kësaj shoqërie ku unë jetoj. E ti thush hoxhës ti nuk bën. Kot ka zgjedhur Allahu ty. Pse e përgjon vetës? Po kur të kesh keq pëse? Allahu azza wa jalla thot: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyesni njerëzit e ditur nëse nuk dini. Edhe nëse ato vepra të hoxhës ju duken gabim, se dituria jote kaq e vogël është, nuk di më ti dy gjëra që mësuar që në fillim, e me ato je mjaftuar. Kur të vinë hoxha me diçka të tretë, ti e qunë gabim, sepse kaq është dituria jote. Po të dije diçka më tepër do ta kuptoje që ai veprimi i hoxhës pas ka një argument ose pas ka një qëllim që bëhet. Hoxha ka një vizion, hoxha ka disa qëllime, ka një program caktuar etj që do ta çojë xhamatin deri atje. Madje hoxha nuk ka program vetëm për një xhamat i përbërë për 50-60 vjetësh, përkundrazi hoxhi është ai që ka program edhe për të gjithë qytetin ku i banon. Pra mos u merrni me hoxhallarët, mos u merrni me muslimanët. Mos u merrni me njëri tjetrin në atë ditë kur të gjithë engjëjt do të jenë të tmerruar, dhe të gjithë pejgamberët do të jenë të tmerruar, atëherë ne të merremi me njëri tjetrin bashkë, pse më përgojove, më jepni më të mirat. E na merri ti të këshia. Kur ti e përgojon një musliman apo një hoxh, thu ka bërë gjunah më të madh. Atë pikërisht të gjunah më do ta marrësh ti ditë gjykimit. Çau fitu këtu në terrac? Kush fitoi në terrac? Kush fitoi?
A pra ai gjunau që ti e poshtërove muslimanin, ai që e poshtërove ti hoxhën, atë do ta mbarti Allahu ty mbi supe, merre ti thot Allahu azza, merre. Ja pra, kjo është një fajte që unë doja të përmendja, lutem Allahun azza që për veten e ju lutem Allahun se vërtet ai është farës më shumë.